U sëmur gjatë udhëtimit në tragjetin e linjës Korfull-Sarandë, 67 vjeçari dërgohet me helikopter drejt Tiranës. Një 67 vjeçari i cili po udhëtonte në tragjetin e linjës Korfull-Sarandë për të festuar festat e fundvitit me familjen, u sëmur gjatë rrugës. Me të mbërritur tragjetin në Sarandë, menjëherë 67 vjeçari është transportuar në spitalin e Sarandës. Sipas bluzave të bardha të Sarandës, bëhet me dije se 67 vjeçari nduej gjoka banor i Shkodrës, por prej vitesh emigrant në Greqi. Kishte probleme me aortën në zemër, pra disekadio aorte, dhe pas ndihmës së parë në këtë spital, është transportuar me helikopter drejt Tiranës.